pse ke ardhur në... Qa kam me protestu edhe për ju më shumë se për vetë. Unë jam një unë bëj pjesë ke i gjenerate humë me kombit shqiptarë, që kemi hik me gomone në vitin 99. Po pse po vazhdojnë shqiptarët të hikin me gomone edhe sot? Pse po vazhdojnë shqiptarët të hikin malit edhe sot? Pse po i mbushim kampët? Pse këtu nuk hapët vende pune? Po e kena bo gjithë ato që janë televizion, 7 televizione nga 24 orë, edhe Gjermania me 80 milion si ka aqë. Kush ju pagun juve, vlla? Ju, mi unë pse protestoj, po ju pse s'protestoni? Këtë ma shpjego, pse nuk protestoni ti? Se edhe ty e ke rogën e vogël. Derisa po pasqyrojmë ty një far protesta. Ju lutem nuk po na pasqyroni. Këtu je, po ç'a bën? Se këtu është edhe kali me Skënderbeu. Tu jemi këtu që po t'japim mundësi që Zotëri, hajde mirë. Po t'ishe i paguar nga tjetër kush do isha fare. Ma thuj i gjo mu pse janë gjithë diploma shkollat private, janë me diploma, jo s'po thëmë mas po ju. 90% parlamentit ke shkollat private. Pse shkoj shkollë private këto ku i kushtet të shtetit janë shumë mira? Pse shkoj spitali jashtë shtetit ku i kemi spitalet shumë mira? O vlla, shko spital, ka zonë miku, bën miku copa. Nëse janë kushtet e mira, pse Edvinovici shkon edhe kurohet jashtë shtetit për vete? Nga kemi ardhur? Nga Zvicra. Pse këto i qenë fëmijët e vetë jashtë shtetit studion, ku shkollat tona janë shumë mira? Më thuaj, këto shëtisin me avion privat, shqiptarë ja fut në kam malit, akoma malit për Greqi. Po jemi 2026, ka marru, falemderit, po. Unë, le pse protestoj, pse nuk protestojnë ju, pse nuk protestojnë gjithë? Nuk beson që protestat gati 23 ditë është një shenjë që Shqipëria po zgjohet? Jemi 300.000 vetë janë mbledhur, po të lidhen gjithë. Sepse ai i ka dhënë çekiç gjithëve, jo vetëm mua, jo vetëm ty. Gjithë na ka dhënë çekiç. Vjen ta merr punën, vjen të nxjerr nga shkolla. Jo thotë kjo djali filanit, kjo është vajza filanit. S'kam çfarë them unë, se unë jam shkrimtar, as gazetar.